Si LPS vlerësojmë faktin se secila prej partive politike cila do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit duhet ta ketë parasysh faktin që në listat e tyre zgjedhore duhet të përfshin kandidatë që nuk kanë probleme me ligjin. Pra, duke qenë se të gjitha këto parti politike thirrën në aspektin e sundimit të ligjit dhe në integritetin institucional, është e rëndësishme që në listat zgjedhore për këto zgjedhje të mos përmbajnë ose të mos kenë kandidatë të cilët njëkohësisht kanë probleme me ligjin dhe njëkohësisht zgjedhen si përfaqësues të popullit brenda kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra ajo që është e rëndësishme është që për të garantuar një proces me integritet, një proces zgjedhor me integritet dhe për të garantuar që kemi një kuvend i cili përmban brenda vetë deputet me integritet, është e rëndësishme që në këto lista zgjedhore të cilat do t'i bëjnë partitë politike të mos përfshihen persona të cilat kanë ndalesë ligjore që parashihet me ligjin për zgjedhjet ose edhe që kanë ndonjë akt akuse të ngritur ose që kanë probleme me integritetin e tyre personal. Pra, e gjitha këto janë elementet të cilat pastaj edhe determinojnë edhe çështjen e integritetit të komplet procesit zgjedhor në vendin tonë. Fatkeqësisht në shumicën e legjislaturave, mos them të gjitha legjislaturat e kaluara në kuvendin e Republikës së Kosovës kemi pasur deputet të zgjedhur të cilët njëkohësisht kanë pasur probleme me ligjin, pra kanë pas akt akuza aktive ose kanë qenë dënuar për vepra penale. Rrjedhimisht tham kjo e cënon edhe vetë integritetin e procesit zgjedhor, po edhe paraqet një pasqyrë jo të mirë për vetë kuvendin e Republikës së Kosovës, duke qenë se aty miratojnë ligjet e cilat kanë të bëjnë edhe me sundimin e ligjit, me integritetin institucional e po ashtu edhe me luftimin e korrupsionit. Nuk mund të jetë pozitive nëse një person i cili ka probleme vetë me ligjin të jetë edhe përfaqësues ose të jetë pjesë e legislativit. Pra, edhe në të kaluarën LPS ka bërë thirrje që në lista zgjedhore të mos kemi kandidatë që kanë probleme me ligjin, por fatkeqësisht ka ndodhur që në legislaturat e kaluara të kemi deputet që një kohë e kanë kaluar në kuvend, ndërsa në periudhë tjetër kanë kaluar edhe nëpër gjykata përkatësisht në procese gjyqësore kur kanë qenë të akuzuar për vepra të ndryshme penale, përfshirë këto edhe për korrupsionin. Pra është e rëndësishme që secili kandidat edhe secili deputet që zgjedhet në legjislaturën e 11 kuvendit të Republikës së Kosovës është që i njëjti të plotësojë kriterin e integritetit profesional dhe personal, po ashtu edhe që të jetë i pasur sa i përket aspektit penal në raport me të, pra që të mos ketë ndonjë akt akuzë të ngritur për të, aq më tepër që të mos ketë ndonjë gjykim që është duke vazhduar. Kjo duhet bëhet edhe për faktin se këta deputet nëse zgjidhen në legjislaturën e 11, pastaj çështja që mund të ekzistojë mundësia që pastaj ata të ndikojnë edhe në vendime gjyqësore që e dim njëra nga gjetjet e GLBS-s në raportet që ne kemi monitoruar, sidomos te rastet e korrupsionit, ka qenë që në përgjithësi gjykatat i kanë amnestuar persona që kanë pas një background publik ose që kanë qenë zyrtarë të lartë, përfshirë këto edhe deputete të kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj që me qëllim që të evitohen të gjitha këto rrethana, është mirë që vetë partitë politike fillimisht të bëjnë këtë filtr që kandidatët e tyre të mos kenë të kaluar kriminale ose të mos kenë probleme me ligjin, e rrjedhimisht pastaj edhe deputetët që zgjidhen nga këto parti edhe që janë pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë deputet me integritet të plot dhe pa probleme me ligjin. Ndoshta njëra prej mesazheve që jepet te publiku është çështja që qysh mundën më thirr partitë politike në luftimin e korrupsionit, në sundimin e ligjit, kur brenda deputetëve ose grupeve parlamentare të tyre kanë deputetë të cilët kanë probleme me ligjin ose që edhe akuzohen për vepra penale që lidhen edhe me korrupsionin. Pra, ajo që ka proklamohet në aspektin e luftimit e dukurive negative siç është korrupsioni dhe vepra tjera penale, përkthehet në atë se vetë këto parti politike jo hapin hapësirë këtyre kandidatëve dhe këtyre deputetëve që të jenë pjesë edhe e kuvendit po edhe grupeve parlamentare që ato përfaqësohen brenda legislativit.